Po që ditën, për më thot që s'pidon djemët. Qysh më da vlau, pe vlaut, djali pe babe. Ha? Sa djemi ki? 6. Ketë bashkë? Krejt. 3 qikat martume. Bashk. Se më s'më konë bashkën si mboj 2-3 që të vëllan. As ljup. Pa të rëhojmë salama. Atë s'jën të mira. Tash, që mundë me po, gjonë, 10, 15, jetën. Të në të mira që kemi, ne më nëjtë bashkë më mira. Tash që kjo e trasho, veç mi kap 10 supra. Me thuj së mundësh, kur t'jenë dëngë. A ka një të në shtërpikit bënë. Që është edhe shpjeru bitë. Ku ka kalabak, ka bereqet, ka marifet, të në të mira t'janë. E tash ja, dhunën familje për natë në televizor. Je ollë njerëzët tjetër që shilkoni. Unë i moj men safrabezi, persha, durzët, kunë së shishe femnin. A konë që shtë vakë ndi. E tash, mësë më përshëni me folë. Se qysh janë bo tash? Ha? Qysh janë bo? Tash katastrofë. Qysh katastrofë? Nuk o marifet. Martohen, fill, dohen. Ma mira batë? Po nështë edhe në Hollywood që është të përbojnë. Ka labdak, ka lezet. 2-3 dhanë, ato kur hojnë se shë. Se qërë ditën, që tu shka të lurë pa t'i hapa. A kur që një shënë pa? E kaluara dhe e sotmja. Janë 2 çështje në të cilat ka ndodhur një ndryshim tejet i madh. Disa gjëra për të cilat para 70 ose 80 viteve as nuk i kishin ëndrruar, sot e kanë ndërcuar shumë mënyrën e jetesës. Por situatat e krijuara sot në familjet shqiptare nuk po i pëlqejnë as pak Isuf Dërvishajt nga Kotradiqi i Deçanit. Ai thotë se ndarja e vëllaut nga vëllau nuk ka qenë asnjëherë në traditat tona, ndërsa flet me nostalgji për rinin e tij, për të cilën thotë se sado që ishte i vështirë, kënaqësia ishte më e madhe. Me bujësi, blegëtëri, 7 vjeç që më shku në shkollë. Dhe në cëllën klasë je kanë? 8 nuk më krynë baran. Qysh e keni pas kushtet me të shpisat her? Vëlloj, ma pongat së gjimit që më shku në baran, 2 kilometra në barani. Dimën e verë, së gjimat. Janë gjikë. I fleturat diçka, sanë. A keni hek? Ha? A keni hek shumë? Hek kemi, po lezet ka pas. Këshyri vetë shërbimet, marketet. Pishet aty në reklam, çmimet po dridhen, a që shpëthët. Çmimet për toke? Vitin e kalum. U thash djeme, kur djerë ka për bjerë, që shkrum një shka për të një më ble. Kur him në market, me djallë, berisha djallë këm pas këshiltarë të Ramit Zelkosit. Zaman që i kryeministrit. Po urzu qeveri, jam me djallë të shpija, tër për 2-3 vjetë, gazë e mërë në komune, në atë pionu. E him në vetë shërbim, mora mu shatë kërën plët, kur shkohëm me pagu, thash 45-6 euro zë motë ma shtajnë. 76 euro. Të shka, kush të më shtinë aty me ble mini 10 euro. Që? E mësë me pa gjonë, e ljupë e dhanë. Unë të anda dhe qarizin, makaronat, shqeqerin, së mundë me prodhu. Që të shka si prodhu, i blej, atjerat. 10 sopa gjonë i këmë shqitë për pësërma. Për mi 10.000 euro. Dimni ta? Dimni ta? Dimni para vitit të ri, pësërmat prehen. Të në kizet për bajram. Ishë në kusur të fadhanë.